sallën e koncerteve pranë shkollës së muzikës Todor Skalloski në Tetov, u realizua koncerti i fundvitit i talentove të rinj në instrumentin e kitarës. Në koncert para të pranishmëve performuan mbi 20 nxënës. Profesori i kitarës Jetmir Mehmeti deklaroi se fundviti shkollor është mjaft i ngjeshur për shkollën e muzikës, sepse organizohen vazhdimisht koncerte dhe ky koncert ka qenë i larmishëm me muzikë me tematikë të festave. Sonte ishte koncerti i fundvitit të vitit 2025, koncerti i klasës së kitarës, koncerti i klasës sime, unë jam profesor Jetmir Mehmeti. Sot e pata një kënaqësi të veçantë me koncertin klasor të nxënësve të mi, nga se i bëra 10 vite që punoj te shkolla e muzikës këtu në Tetov. U shfaqëm me një program mjaft të larmishëm me tematik normal të festave të fundvitit. Ja vlen të ceket bendi i vajzave që kemi formuar së bashku. Janë 4 vajza në atë bend, në atë grup muzikor, është Kamela Sinani, është Kanita Abdiu, është Eneda Azizi dhe Tara Shaini, të cilat të luajtën sonte një këngë me tematik të vitit të ri. Gjithashtu shfaqen talentet e rinj të këtij qyteti, po jo vetëm të këtij qyteti, po edhe të qytetit të Kërçovës, nga se unë jam nga ai qytet dhe po ashtu kontriboj edhe për Kërçovën. Kështu që i kisha mysafir sonte 2 nxënës nga Kërçova që erdhën sonte na nderuan këtu në Tetov për koncertin që patëm. Në koncertin e mbrëmshëm performuan grupmosha të ndryshme të shkollave fillore deri në klasën e 9 me kitara elektrike dhe grupe muzikore, ku shfaqen me repertuar të muzikës bavitëse, rock, jazz dhe të tjerë. Përndryshe, ky koncert është tradicional dhe organizohet çdo fundvit shkollor nga kitaristi profesor Jetmir Mehmeti dhe këtë vit u mbushën plot 1 dekadë.